Në spitalin e përgjithshëm, primarius Dr. Daud Mustafa në Prizren sot u mbajt një akademi përkujtimore për të nderuar jetën dhe veprën e Dr. Naser Oskaçak, mjek specialist i kirurgjisë së përgjithshme, i cili u nda nga jeta në moshën 66 vjeçare. Akademia përkujtimore u organizua në kujdesin e drejtorit ekzekutiv dhe të këshillit drejtues të repartit të kirurgjisë dhe të gjithë punonjësve të spitalit të Prizrenit, u shpreh zëvendësi i spitalit Shefaet Berisha. Në emër të drejtorit ekzekutiv, këshillit drejtues, repartit të kirurgjisë dhe gjithë punonjësve të spitalit të përgjithshëm të Prizrenit, shpall të hapur akademinë përkujtimore të organizuar për nderim të ndarjes nga kjo jetë të Dr. Naser Oskaçakut. Sot jemi mbledhur për ta kujtuar në respekt dhe mirënjohje jetën, veprën dhe kontributin shumë vjeçar të Dr. Naser Oskaçakut, kirurg në Spitalin e Përgjithshëm në Prizren. Për jetën dhe veprën e Dr. Naser Oskaçakut ka folur edhe drejtori mjekësor Shefki Gjara, i cili e vlerësoi figurën e Dr. Naser Oskaçakut, duke theksuar se jemi mbledhur sot këtu me ndjenjë pikëllimi të thellë për t'i dhënë lamtumirën e fundit Dr. Naserit, emri i të cilit do të mbetet përgjithmonë pjesë e historisë së Spitalit të Përgjithshëm të mjekësisë prizrenase dhe të qytetit tonë. Sot jemi mbledhur me ndjenjë pikëllimi të thellë për t'i dhënë lamtumirën e fundit Dr. Naserit, emri i të cilit do të mbetet përgjithmonë pjesë e historisë së Spitalit të Prizrenit, të mjekësisë prizrenase dhe të qytetit tonë. Ka momente kur fjalët nuk arrin të përshkruajnë madhështinë e humbjes. Ndarja nga jeta e doktorit tonë nuk është vetëm humbje e një kirurgu të shkëlqyer, është humbje e një kolegu të dashur, një mentori, e një miku dhe një njeriu që në jetë dhe në veprën e tij u bë sinonimi i profesionalizmit, ndeshmërisë dhe përkushtimit ndaj njeriut. Për dekada me radhë, Dr. Naseri ishte pjesë e pandashme e këtij institucioni. Çdo ditë të jetës së tij profesionale ishte një dëshmi e përgjegjësisë që ndjente ndaj pacientit dhe profesionit që kishte zgjedhur. Ai nuk e shihte mjekësinë si një vend pune, por si një mision, si një thirrje për të qenë pranë atyre që kishin më së shumti nevojë. Në sallën e operacionit ai punonte me qetësi, siguri dhe vendosmëri. Pas çdo ndërhyrje të suksesshme qëndronin vite përvoje, dije të fituara me punë të palosshme dhe një ndjenjë e lartë të përgjegjësisë ndaj jetës së njerëzve. Për mirë e pacient, ai ishte njeriu që u dha shpresën, u lehtësoi dhimbjen dhe u dha mundësinë të vazhdonin jetën pranë familjarëve të tyre. Madhështia e tij nuk qëndronte vetëm te aftësitë profesionale. Për ata që patën fatin të punonin pranë tij, e ndërta edhe unë, Dr. Naseri ishte një njeri i urtë, i matur dhe gjithmonë i gatshëm të dëgjonte. Ai dinte të motivonte, të këshillonte dhe të mbështeste kolegat, veçanërisht mjekët e rinj të cilëve u përcillte jo vetëm njohuri. Ai ishte jo vetëm mjek, por edhe shpresë për shumë kënd. Në çdo orë të ditës, në çdo situatë, ai ishte aty ku duhej, pranë pacientit. Në emër të repartit të kirurgjisë ka folur Dr. Shpend Zajmi, kirurg, që për shumë vite së bashku kanë ushtruar profesionin e kirurgut. Se qenë ka e vështirë të flasësh për një shok dhe një mik që ka punuar mbi 30 vite. Kemi pasur aq shumë takime dhe përjetime të përbashkëta, kur nuk isha menduar që Dr. Naseri do të na laj kaq herët. Të flasësh për një njeri, për një shok dhe një mik që e ke njohur mbi 30 vite. Mbi 3 dekada. Aq ma shumë që ai ma sot nuk është në mesin e gjallëve. Është fjala për Dr. Naser Oskaçakun, shokun dhe mikun tim të vjetër. 3 dekada të plota, një jetë e tërë. 30 vite, aq shumë përjetime të përbashkëta, takime, udhëtime, gëzime, debate, në herë të rrefta, në herë zilime, skine mes nesh,
por gjithmonë së bashku me gjërat dhe çështjet që na kanë rrethuar rreth spitalit Prizrenit, rreth Prizrenit dhe rreth shtetit tonë. Personalisht, kur nuk kam menduar që doktor Naserin vdekja ka më marrë që ka qerën. Me një trup ashtë fuqishëm dhe me një fizik prej atletit regjur, me një vullnet të disiplinu për jetë, gjithmonë kam perceptu si doktor që ai ka me jetu 80 vite ma tepër. Por ja që dhe unë në herë, jam një njeri i vogël që gabojnë llogaritjet e mia. Doktor Naserin e kam njohur moti në vitin e lartë, në vitin 1996, kur unë isha si një doktor i ri, si një specializant privat i kirurgjisë, dhe si shumë specializant të tjerë shqiptarë erdhën në spitalin e Prizrenit. Ishin vitet e 90-ta, ishin vitet vështira për doktorat, infermierin dhe personelin shqiptar në spitalin e Prizrenit në regjimin serb. Nuk kishim të drejtat shprehjes së lirë në spital, s'kishim paga materiale dhe na imponoi nga regjimi që tërë dokumentacionin mjekësor ta shkruajmë në gjuhën serbe. Kundërtën dihet që përjashtoheshëm për 24 orë. Në ato kohë të vështira për dikon të paperceptueshme të viteve të 90-ta, kur unë dhe tjerët mjek ishim specializant, kishim një problem ato vite, në mbijetesën ekzistenciale. Ajo ishte qëllimi unë krahas specializimit privat. Ishte doktor Naseri ai që si një kirurg i ri, i posaardhur nga klinika, thuaj se s'ka mbet specializant shqiptar, po dhe i minoriteteve tjera, i cili nuk e ka mbështet me tërë qenien e vetë në çdo moment. Në emër të familjes ka folur djali i tij Haris Oskaçak, i cili ka falenderuar të pranishmit për pjesëmarrjen në këtë akademi për ta nderuar jetën dhe veprën e doktor Naser Oskaçakut. Faleminderit që sot jeni këtu me neve për të ndarë dhimbjen dhe humbjen për babën, por krenarit që do të na shoqëron për gjithë jetën. Jam sot para jush për të falenderuar secilin nga ju veç e veç për afërsinë, bashkëpunimin, bashkëveprimin tuaj me babën. Babi e dishi shumë profesionin si mjek përkundër sfidave e sakrificave. Ai u bë mjek, u bë kirurg më shumë se 4 dekada, shërbeu për popullin prizrenas. Në emrin tim dhe familjes tonë, faleminderit nga zemra secilin nga ju, faleminderit që jeni kon familje e dytë për babin tim. Doktor Naser Oskaçak ka përfunduar fakultetin e mjekësisë së përgjithshme dhe specializimin në kirurgji, ndërsa nga viti 1990 ka punuar në Spitalin e Përgjithshëm Primarius Dr. Daud Mustafa në Prizren. Doktor Naser Oskaçak ishte një njeri i afërt, kolegjal dhe i përkushtuar ndaj profesionit. Gjatë punës në spital, ai ka kryer detyrat dhe obligimet profesionale me përkushtim, ndershmëri dhe përgjegjësi, gjithmonë në shërbim të pacientëve dhe të gjithë atyre që kishin nevojë për kujdes dhe shërbime shëndetësore. Kujtimi për jetën, kontributin dhe shembullin profesional të Dr. Naser Oskaçakut do të mbetet i përhershëm. Rizam Holding, fabrika e re e bllokave Izoblok, Krush e vogël. Me Izoblok ndërto dhe për pompa mos harxho. Ndërto me Izoblok të ri, 25